Zoti Buzëqeshi. Koha ime është e përjetshme. Çfarë dëshiron të më pyesësh? Çfarë të habit më shumë tek ne njerëzit? Zoti u përgjigj që lodheni nga të qenit fëmijë, nguteni të rriteni, edhe pastaj dëshironi të ktheheni fëmijë. Që shkatërroni shëndetin për të bërë para, edhe pastaj shpenzoni parat për të rifituar shëndetin. Që mendoni me ankth për të ardhmen, duke harruar të tashmen, edhe kështu nuk jetoni as në të tashmen, edhe as në të ardhmen. Që jetoni sikur të mos vdisni kurrë, edhe vdisni sikur të mos keni jetuar kurrë.